إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Si çdo herë falenderojmë Allahun e plotfuqishëm me falenderimet më të veçanta atij I takojnë përshëndetjet, salavatet dhe selamat ja dërgojnë pejgamberit ton alayhis salam, familjes së tij, shokëve dhe gjithë besimtarë muslimanë të cilët e pasojnë dhe deri në ditën e gjykimit dëshmojnë, deklarojnë se nuk ka Zot I cili adhurohet me të drejtë përveç Allahut subhanahu wa taala, kurse pejgamberi alayhis salam është rob dhe I dërguar I tij I fundit. Atë njeri që Allah udhëzon në rrugën e drejtë, askush nuk mundet me deviju, kurse ai I cili devijon duke I pasur qefet dhe epshet e tij personale prap për të nuk ka udhëzues përveç mëshirës së Allahut nëse e ka plan. Të nderuam xhamatin, jemi në muajin më të shenjtë, muajin më të mirë dhe muajin më të bekuar, pra muajin e Ramazanit, e që disa ditë kanë kalu, e që ky muaj nuk është vetëm muaj I ibadetit, mirë po ngërthen në vete përmban edhe ngjarje të mëdha historike që kanë rëndësi të madhe në historinë islame, siç janë betejë e Bedrit, e pastaj siç janë edhe çlirimi I Mekës, ku e dim se një prej betejave vendimtare ka qenë pra edhe beteja e Bedrit, dhe që e ka bë kthes historike, e që pastaj beteje kanë rrjedhur ngjarje të ndryshe në historinë islame, e që kjo ka ndodhur pra me 17 të muajit Ramazan. Gjithashtu në muajin Ramazan ka ndodhur edhe çlirimi I Mekës, ku gjithë e dim historinë se sa kanë ngjarjet si kanë rrjedhur atje në Mekë, pastaj në Medinë, dhe si përfundim Allahu dëshiron me I begatu muslimanët, me I dhënë një çlirim të madh, siç thot Allahu në Kur'an, inna fatahna laka fathan mubinan. Pra Allahu I jep një fitore të madhe muslimanëve, e që pastaj muaji Ramazan ka begati të shumta, pra mirësit e Zotit vazhdojnë me ushtu në këtë muaj të madhërishëm, e prej mirësive të Zotit janë edhe netët që janë afru, 10 netët më të bekume dhe më të zgjedhura të cilët Allah I ka dallu prej 7 palqeve. Pra si që dim, 10 netët e fundit Ramazanit janë net më të zgjedhura dhe më të bekume, e që në to ne duhet edhe me reflektu ndryshe për dallim prej netëve të tjera. Prandaj ne jemi me fat se jemi ummeti pejgamberit alayhis salam dhe e kemi shembullin më të mirë, urnekun më të mirë se kën duhet me pasu. E siç na tregon Aisha në një hadith, ku pejgamberi alayhis salam kur hynte 10 netësh I fundit, ai pra hynte në itikaf, siç e kemi edhe atje në kalendar, pra veçohej në xhami dhe ju përkushtohej Allahut maksimalisht në adhurim, pra siç thot në transmetim, ku pejgamberi alayhis salam shtrëngonte rripin dhe ju përkushtonte maksimalisht ibadetit të Allahut, I zgjonte familjen dhe tër natën falnin namaz dhe bënin dua për Allahun subhanahu wa taala. Andaj edhe ne si besimtar musliman duhet mos me I neglizhu këto ditë dhe mos me I kalu, me qenë se jemi në prag të këtyre ditëve dhe netëve pra të bekume, duhet mos me I trajtu njëjtë sikurse netët e tjera, për shkak se sipërfaqësisht munden me u duk të njëjta sikurse netët e tjera, mirë po nga ana e padukshme apo e gajbit është me të vërtetë një atmosferë tjetër, dhe ashtu siç na ka përshkruar edhe Zoti në Kur'an. Siç thot Allah në Kur'an, inna anzalnahu fi lejletil qadr, wa ma adraka ma lejletul qadr. Lejletul qadri khayrun min 1000 shahr, tanazzalu al-malaikatu war-ruhu fiha bi'idhni rabbihim min kulli amr, salamun hiya hatta matla'il fajr. Ne kemi zbrit Kur'anin në natën e Kadrit, e çfarë të bëri ty të dish se që është nata e Kadrit, pra nata e Kadrit është ma e mirë se 1000 muj, vlerën e ka ma të mirë se 1000 muj. Pastaj në këtë natë bekume zbresin me laqet, ne nuk e kemi mundësin me I pas, sepse ashtu jemi të krijuar me laqet, mirë po gjithë toka mbushet
me laqe, me mëshirën e rahmetin e Zotit, dhe në hadithat që përshkruhet se numri me laqeve që arrin edhe zbresin tokë, është sa numri i guralecve. Pra na e dim se janë me mira e miliona e miliarda guralec, andaj kjo për neve mundet me kone pa imagjinueshme, nështë e pa konceptueshme, e pranueshme, e pa konceptueshme, mirë po, me të vërtet kjo është me madhështinë e Zotit, Allahu bën çfarë të dën, andaj në këtë natë bekume të natës Kadrit, zbresin me laqet, me laqen kryesore me lekun Gjibril, edhe qëndrojnë me besimtarët e adhurojnë Allahun, andaj edhe për neve këto janë net bekume, duhet me u mundu, me dhonë edhe na mundin tonë maksimal, dhe mos me thonë hajtë se t'i kalojna sikur se netët e tjera, për shkak se ne mundemi me i kalu ashtë mirë, po qëllimin pastaj nuk e kemi arrit, nuk kena mujt me e shfrytzu Ramazanin qysh dohet edhe qysh kërkohet prej neve besimtarve. Dhe se Allahu pra neve nuk na ka dhuru Ramazanin dhe këto net për tjetër vetëm se për të na ngrit edhe për të na afru me afër tij, e ne jemi njerëz dhe bojmë gabime, bojmë lëshime, gjënoje kështu me radhë, mirë po Ramazani është muaji, është sezon ku falen gjënohet edhe ngriten gradat tek Zoti subhanahu wa taala. Andaj edhe Ramazani është një sezon prej atyre sezonave ku falen gjënohen edhe shtohen veprat e mira, edhe shlyhen gjënohet dhe pastaj ngriten në bazë të veprave dhe njeteve dhe agjërimit edhe veprat tek Zoti dhe gradat në xhenet, e ne lutim Allahun që ai neve të na gradon me grada sa më të larta në xhenetet e tij. Pastaj në një hadith Aisha radiallahu anha, njëherë prej herave e sheh pejgamberin alayhis salam, ku ai ne e dim se gjithë ai është lutur dhe ka bën namaz ma shumë se krejt tjerë pejgamberi alayhis salam, edhe njëherë prej herave peshe që ju kanë ajt komt pejgamberit alayhis salam, edhe pi thot lima tasna hadha ya Rasulullah wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Pia bën pejgamberit alayhis salam Aisha, pse o i dërguari i Zotit je të bëu kështu, e ty Allahu t'i ka fal këtë gjënohet, edhe ato që kanë kalu, edhe nëse na një e bën eventualisht mirë, po edhe në tarme nëse bën, Zoti ty këtë t'i ka fal gjënohet, pro ti pas një gjëna. Sepse Aishës i dhimen që ju kanë ajt kom, të nejt të natën kom, të bën namaz, të fal pejgamberi alayhis salam, kurse pejgamberi alayhis salam i thot ja Aisha afala akunu abdan shakura. O Aisha, a mos t'jem unë një rob falendërues, a mos t'jem unë një rob mirënjohës ndaj Zotit. Pra i thot pejgamberi, a mos t'jem unë, me qenë se Allah krejt ato të mira mi ka dhënë, unë këtë namaz për bëjmë për me qenë falendërues edhe mirënjohës ndaj Zotit. Njëjta vlen edhe për neve, me qenë se Zoti neve na ka dhënë shumë të mira, e prej atyre kryesore është Islami edhe imani, edhe ne që e kemi pas fatin edhe që jemi besimtar, ne pastaj baballarët e tonë edhe brez pas brez e kemi trashëguar këtë fe të pastërt edhe fenë vetëm të pranuar tek Zoti, andaj edhe ne a nuk ja vlen që të jemi rob falendërues ndaj Zotit, pra që këto ditë edhe pse dikush mundet me thonë nuk pi bëj kërkujna keq, unë kam zemrën e mirë kështu me radhë, mirë po na gjithë askush prej neve nuk është më i mirë se pejgamberi alayhis salam, ai edhe pse I ka pas këto gjënat e falura, por ai ka dhënë mundin maksimal, andaj edhe ne si besimtar musliman duhet këto net edhe për shkak mas pari për shkak të vetes, edhe duke respektu sunetin e pejgamberit alayhis salam, me u mundu me bëu vepra, me shtu veprat e tona të mira, duke ja nis prej leximit të Kuranit, kush din arabisht, kush nuk din shqip, pastaj namazit, pastaj kush ka mundësi sadaka, pastaj edhe dua, siç thot e dua ra'sul ibade. Lutja është koka e adhurimeve. Pastaj në një herë prej herave në një hadith e pyet Aisha radiallahu anha pejgamberin alayhis salam, o I dërguari I Zotit, çka me bën nëse unë e vrej që është, sepse ne e dim se natën e Kadrit duhet me lyp në 10 net e fundit, dhe I thot çka me bën nëse e dim që fela natën është nata e Kadrit, I thot pejgamberi alayhis salam, thuj Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, o Zoti e falës e dën faljen edhe më fal mua.
Prandaj në këtë natë kadrit prej neve nuk ka në një ibadet specifik apo të veçantë, mirë po prej neve kërkohet me u lut, me bu namaz, me bu dhikr e kështu me radhë, pra me kalu në ibadet ndaj Zotit subhanahu wa taala. Na e lusim Allahun që ai neve me na mundësu me kam prej atyne që i shfrytëzojnë të mirat dhe begatit e Zotit, edhe me na mundësu me qenë prej atyne që shfrytëzojnë edhe përfitojnë prej mujt Ramazanit dhe arrin ato që është kryesorja apo kulmorja në muajin e Ramazanit, siç thot Allah atje në leallekum tettekun në ajetin, siç e dim për Ramazanin, ndoshta bëheni të devotshëm, e lutim ne Allahun që ai neve me na mundësu që në fund Ramazanit me arrit sadopak një devotshmëri më të madhe se sa që kena qenë para se me nis Ramazanit, dhe lutim Allahun që ai neve me na bo kabull agjërimin, veprat e tona, e gjithashtu me qenë se jemi në prag të 10 netëve të fundit, e lutim Allahun me na mundësu këto net fundit bekume të zgjedhura me i kalu në ibadet ndaj tij dhe me arrit me e kalu natën e kadrit, pra duke i bu ibadet e asesi duke qenë neglizhent ndaj kësaj nate të bekume. Hadha wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ejma'in.